mbas shpinës time është një prej rrugëve më të bukura panoramike të Shqipërisë. Kam dalë në anën e kundërt Belvederes mbi malin e Renzit, e cila është pjesë e rrugës që lidh Velipojën me Shëngjinin, një prej rrugëve më të komentuara 15 kilometra, jo vetëm për të shmangur një trafik të madh, por njëkohësisht një prej rrugëve më panoramike, e cila kalon një lartësi prej rreth 200 ca metrash, në disa vende ulet, në disa vende ngrihet dhe ka një pamje spektakolare të gjithë bregdetit Adriatikut, nga zona e Ulqinit, që është maja atje, plazha i madh, zona e Velipojës, laguna e Vilunit, vjen me ranën e Edhun që është eksaktësisht nën këmbët e mia këtu, mund ta shihni më mirë me dron, dhe vijon më tutje në zonën e Shëngjinit, Kunes, Vajines, Patokut, gjirin e Lalzit dhe përfundon me kepin e Rodonit. Është një prej pamjeve më të mrekullueshme, 180 gradë në Shqipëri. Mjafton të ndaloni nëse kaloni në këtë zonë të Shqipërisë dhe bëheni edhe për ta parë se është një rrugë panoramike e mrekullueshme. Është një prej zonave më të bukura, thash, shiheni se çfarë pamje ka në këtë drejtim. Po kërkoj pak falje që e kalova Belvederen, po është një nga pamjet më të bukura që mund të keni.